Hakmarrje, 13 vjeçari qëllon me thik mësuese në Itali. Një ngjarje tronditse ka ndodhur në Trescore Balneario në provincën e Bergamos në Itali, ku një mësuese 57 vjeç është plagosur rënd me thik nga një nxënës 13 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur paraditën e sotme jashtë institutit shkollor në rrugën Damiano Cesa. Sipas informacioneve të parë, adoleshenti i cili ndjek klasën e 3 të shkollës së mesme Tullët e ka sulmuar mësuesen me thik duke e lënë të plagosur rënd. Menjëherë pas incidentit ai është neutralizuar dhe ndaluar nga autoritetet. Mësuesi është transportuar me helikopter drejt spitalit në Bergamo, ku ndodhet në gjendje jo të mirë, por jashtë rrezikut për jetën. Detaj shqetësuese kanë dalë në dritë lidhur me autorin e mitur. Ai kishte veshur pantallona kamuflazhi dhe një bluzë me mbishkrimin Vendeta Hakmarrje. Në çantën e tij u gjet gjithashtu një armë lodër, çka ka shtuar edhe më shumë shqetësimin për natyrën e sulmit. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta nga autoritetet dhe drejtuesit e arsimit. Ministri i arsimit e cilësoi episodin si jashtëzakonisht të rëndë dhe tronditës, duke shprehur solidaritetin me mësuesen, familjen e saj dhe komunitetin shkollor. Ai theksoi nevojën urgjente për miratimin e masave më të ashpra kundër kriminalitetit të rinjve dhe përdorimit të armëve të rrezikshme, si dhe për fokusimin e edukimit dhe mbështetjes psikologjike në shkolla. Edhe përfaqësues të sistemit arsimor kanë ngritur alarmin për rritjen e dhunës mes të rinjve. Sipas tyre, raste të tilla po bëhen gjithmonë dhe më të shpeshta dhe po tregojnë një krizë të thellë edukative. Ata shtrojnë pyetje të forta mbi rolin e familjes dhe kontrollin ndaj fëmijëve, duke theksuar se është e papranueshme që një 13 vjeçar të dalë nga shtëpia i armatosur.